Prokuroria e Tiranës ka vendosur masa sigurie për 8 persona, mes tyre 5 zyrtarë të Bashkisë së Tiranës dhe IMT-s të dyshuar për falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre në një skem punimesh fiktive që në fakt ka dëmtuar buxhetin e Bashkisë. Pa humbur kohë do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Edison Vatnika. Edison, të përshëndes. Kush janë personat të cilët në fakt janë vënë në masën e sigurisë të arrestit dhe për çfarë bëhet fjalë? Lili, mirëmëngjes. Si duket largimi i kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, duket që nuk ka larguar fenomenin e falsifikimit apo të shpërdorimit të detyrës në këtë institucion të rëndësishëm vendor, për shkak se Prokuroria e Tiranës ka provuar që 5 zyrtarë të kësaj bashkie janë kapur në shkelje flagrante duke lëshuar 8 masa sigurie, ku 3 prej tyre kanë të bëjnë edhe me përfaqësuese edhe të kompanive apo bizneseve. Sipas prokurorit Bledar Valika, i cili ka hetuar dosjen dhe çështjen një fjalë, bëhet fjalë për ndërtimin e pallateve të cilët janë cilësuar të prishur nga tërmeti, por që në fakt disa prej tyre kanë rezultuar të padëmtuara, por që janë futur në listën e persona në listën e objekteve të demoluara më parë që janë bërë nga Bashkia e Tiranës. Bëhet fjalë për një procedim të nisur në vitin 2021, kur nga shqyrtimi i dokumentave të marra pranë Bashkisë së Tiranës ka rezultuar që në janar të vitit 2021 janë shëmbur 6 objekte nga Bashkia e Tiranës, duke përfshirë dhe pallati numër 140, që ishte objekti i hetimit nga ana e Kuzës së kryeqytetit. Ndërsa në mars të vitit 2021 nga ana e Këshillit Bashkiak u miratua fondi për demolimin dhe evadimin e mbetjeve ndërtimore për 15 pallate, duke përfshirë dhe objektet e demoluara më parë që në muajin janar nga Bashkia e Tiranës. Shtetës Aleksandra Mohamet Llari, si përfaqësuese e një subjekti të një firme në fjalë dhe mbikëqyrës si punime dhe subjekti tjetër, pra janë 2 subjekte të përfshira në këtë vepër penale, që ka fituar tendrin e demolimit të objekteve, ka përfshirë edhe objekte që ishin të demoluara që në muajin janar 2021, duke paraqitur rrethana të rreme, punime fiktive dhe duke shkaktuar dëm në vlerë monetare buxhetit të Bashkisë së Tiranës me disbursimin e fondeve publike përmes punimeve fiktive. Dokumenti u hartua nga shteta si shoqëri Maloku në cilësinë e sipërmarrësit të punimeve, i cili ka konstatuar element veprës penale, të cilët më pas janë komunikuar nga ana e Prokurorisë së Tiranës, ndërsa materiali plot rezultoi se ishte kryer nga një tjetër person, Sokol Qehajaj dhe Regjina Rakipi, në cilësinë e punonjësve të IMT-s pranë Bashkisë së Tiranës, duke hartuar preventivet e punimeve dhe sipas Prokurorisë së Tiranës ato kanë vepruar në kundërshtim me detyrën dhe rregullat profesionale dhe vetë deklarojnë se nuk kanë dalë asnjëherë në terren për të verifikuar gjendjen reale të objekteve, se preventivet i kanë hartuar duke u bazuar vetëm në projektet ekzistuese të përcjella nga Drejtoria e Emergjencave Civile dhe se nuk mbajnë mend nëse konkretisht pallati 140 ka qenë ose jo në listë, dhe ndërkohë që është provuar fakti se shtetasi Fatmir Firi, në cilësinë administratori dhe përfaqësues të kompanisë Alp Trans 2010 Klajerger Construction, ka konsumuar elemente veprës penale të falsifikimit të dokumentave për shkak se dokumentin mbi procesin verbal, mbi fillimin e punimeve me objekt demolimin dhe evadimin e mbetjeve ndërtimore për 15 pallate, mes tyre dhe pallati numër 140 me vendodhje Haki Stërmilli tek njësia administrative numër 6 në Tiranë, dhe referuar të gjithë akti të ekspertimit grafik provohet gjithashtu se shtetasit Aurel Çuko, drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile, Aurel Boriçi, drejtori i Drejtorisë së Emergjencave Civile, dhe përgjegjësi sektorit të politikave të kompensimit të fatkeqësive natyrore kanë konsumuar elemente të veprës penale të falsifikimit
të dokumentave dhe veprën penale të shpërdorimit të detyres. Dhe më konkretisht, Prokuria e Tiranës ka caktuar arrest në shtëpi për Aurel Çukun, arrest në shtëpi për Aurel Boriçin, detyrim paraqitje për shtetasen Elena Guçe, detyrim paraqitje për shtetasen Regjina Rakipi, arrest shtëpie për shtetasin Sokol Qehaja, detyrim paraqitje për Aleksandra Muhamet Larin dhe detyrim paraqitje për Fatmir Firin dhe Shoqëri Malokun. E qartë. Prej sa kohësh vijonin hetimet, Edison? Ishte një procedim penal i nisur prej vitit 2021 pranë Prokurisë së Tiranës, ku kishte në mbikëqyrje pikërisht Pallati 140 në zonën e kombinatit, aty ku më pas nga hetimi ka dalë provuar që pikërisht janë falsifikuar dokumentet sa i takon këtij pallati ekzistues në njësinë administrative numër 6 në kryeqytet, që përkon pikërisht me zonën e kombinatit. Tashmë këto masa do të shikohen edhe në gjykatën e Tiranës, ku do të caktohet edhe seanca për caktimin e masave të sigurisë, ku do të jenë të gjithë personat e pranishëm që janë vënë në akuzë nga Prokuria e Tiranës, dhe me vendim të gjykatës do të shikohet nëse do të lihet në fuqi kërkesa e prokurorit Bledar Valikaj për vazhdimin e masave të sigurisë të caktuara dhe të drejtuar gjykatës pikërisht me arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje, apo do ketë ndryshim të masave të sigurisë të cilat do të bëhet ndoshta nga gjykata e Tiranës. E qartë. Edison, të falenderoj, të uroj një ditë të mbar.